Qeverisja e mirë dhe bashkëpunimi ndërinstitucional në zonat e mbrojtura në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Shqipëri dhe Kosovë ishte tema e forumit rajonal që u organizua në Tetov nga lidhja e vlerave natyrore, me njerëz ku ishin të pranishëm më tepër se 100 përfaqësues nga Republika e Maqedonisë së Veriut dhe vendet e rajonit. Nehat Ramadani, drejtori i lidhjes së vlerave natyrore me njerëzit, u shpreh i kënaqur që ka gjetur mbështetje nga institucionet për mbrojtjen e mjedisit. Jemi shumë falënderues, domethënë se bashkë me ne janë edhe 2 institucionet relevante për rajonin cilën edhe jemi këtu sot. Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, duke mbikëqyrë partjet nacionale, është një prej institucione më të rëndësishme në mbrojtjen e mjedisit. Gjithashtu, edhe komuna e Tetovës si një prej komunave bazike që përkujdeset për mirëqenjen edhe të banorëve të fshatrave cilat janë pjesë e Parkut Nacional Mali Shar. I pranishëm në këtë organizim ishte dhe zëvendës kryeministri i parë dhe ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor Izet Mexhiti. Mexhiti deklaroi se do të vazhdojnë të jenë mbështetje sepse me menaxhim të mirë këto vise mund të shndrohen në vende turistike. Ne demi mbështetje e tij dhe të tjerëve, domethënë që janë në interes në funksion pra të mbrojtjes së natyrës, po jo vetëm mbrojtje, po në njëjtën kohë domethënë të mendojmë për revitalizim dhe për zhvillimin e turizmit, sepse është kjo pasuri natyrore, pra duhet të shndrohet pra dhe në pjesë atraktive të turizmit, siç potenciale ambasadori i Austrisë, ku specifikat janë të ngjashme, pra malet, lumet, e natyre bukur me menaxhim të mirë, pra mund shndrohet edhe në atraktivitet domethënë turistik, në njëjtën kohë domethënë edhe për zhvillim ekonomik. Po ashtu këto male, këto pasuri natyrore edhe na bashkojnë si shtete. Kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami theksoi që po punojnë që Mali Shar të rikthehet gjallëria e dikurshme. Po punojmë rreth një strategje që Mali Shar nga një vend i harruar të rikthehet në qendër të zhvillimit ekonomik jo vetëm lokal por edhe të shtetit. Me gjitha investimet që bëhen në ekoturizëm dhe në rikthimin e turizmit dhe të sigurisht investimeve në bujqësi dhe blegtori që Mali Shar të rikthehet gjallëria që ka pasur dikur. Po ashtu ne po punojmë që edhe në projekte ndërkombëtare, në këtë rast në rrugën e cila do të lidh Tetovën me Prizrenin dhe cila do të lidh Maqedoninë e Veriut me Kosovën dhe Shqipërinë, por njëherësh edhe në investime serioze në kodër të diellit. Forumi synon të promovojë bashkëpunimin midis parqeve kombëtare, komunave, njësive rajonale dhe institucioneve të tjera përkatëse, me qëllim përmirësimin e situatës mjedisore dhe forcimin e qeverisjes së mirë në zonat e mbrojtura. Aktiviteti ishte në kuadër të projektit Përdorimi qëndrueshëm i burimeve natyrore në Shar, Korap, Koritnik dhe Alpet shqiptare.